Qëta deputet nuk janë gjendje ta thrasin zërëjin në raportim. Jo kemi thirrë, po s'ka ardhur. A ka fol kryeministri për të ndonjëherë? Qëta deputet nuk janë gjendje ta thrasin zërëjin në raportim. Jo kemi thirrë, po s'ka ardhur. Po s'vjen, sepse nuk është konstituu parlamenti, prandaj sepse mos më ardh edhe pa u konstituu. Jo, a di për çka? Jo, se ku na komi raportu. Po na politizon. Anasi deputeti kemi parlament. Që ti. Po cillit? Që ti që janë. Po që ky parlament. Zgjedh deputet. Jo, jo. Zgjedh deputet. Po dëgjoj, bile tash do të më kthyer, a janë as janë deputet për shkak se nuk kanë arrit me konstituu parlamentin. Kur zgjidhen po mirë. Jo, deputet edhe certifikimi ka ndodhur në KQZ, edhe nuk e marrin kërkush. Kem kryesi për deputet dhonun me betim, kemi betim. Prandaj parlamenti nuk mund ta bë asnjë hap pa u konstituu. Që kjo puna e ZRE-s është shumë serioze. S'na kanë ardhur. Sepse jemi besoj. Një para një vendimi shumë të madh. A ka fol kryeministri për të ndonjëherë? Jo, po për kryeministri në intervistë që folën. Qeveria fol me vaja, qeveria do të dhon. Enver ka thonë s'ka më shtrejtu rryma kur të vim për shtet. A ka thonë? Ka mund me ndërhyr. Sy, mos më rraj se s'ka. Po, zëreja. A ka thonë, Albini vetë me fjalë të veta, me gojë të vet ka thonë s'ka më shtrejtu rryma. Kur e ka thonë? E ka thonë kur i ka marrë zgjedhjet e kaluara, para 2019-s. Jo, 2019-s ka thonë kom e liru. Më herët, por mos harro se ka ndodhur një varg zhvillimi. Ani le thot ka ndodhur një varg zhvillimesh. Për një me edhe qeveria nuk veç me subvencionu. Me subvencionu, po nuk mund të subvencionu. Hiç more. E bën një intervistë të tonë në kohën e krizës ku po na rritet çmimi i rrymës, asnjë fjali të vetme, asnjë paragraf të vetëm për shtrejtimin e rrymës, bile me thonë po vjen keq që është shtrejtuar. Unë di se ZRE-ja i përgjigjet Kuvendit Kosovës. Kuvendi Kosovës e ka zgjidhur bordin e ZRE-s. Ata i raportojnë Kuvendit. Kush ka shumicën çat Kuvend Kosovës? Vetvendosja me lider Albin Kurtina. Po me na thoni fjali për shtrejtimin e rrymës. Në momentin, dëgjoj, tash po flas me nam në situatë hipotetike. Ka instrumente tjera që kanë ndodhur mandat kalum. Shtrejtimin e vet. Edhe pa mundet me ek TVSH për shembull. Mundet me ek TVSH. Intervenu pa parlament. Po dëgjoj, qeveria është në detyrë. Kupto këtë. More çka që është detyrë? Qeveria është në detyrë. Po normal, është kujdestare, po nuk mund merr vendime. Pse nuk mund? Jo, sepse le të thotë çka mundet mu bëj, çka do të bëj. Shumë e thjeshtë. Ti jep me një qershor kanë mu shtrejtu. Kanë mu hek njerëz pi pune për shkak të çmimit, kanë mu ngrit çmimet e produkteve gjithë këtyre kompanive për një javë. Bile le të kallzon, me qenë në pushtet unë do t'i marr këto masa. S'ka kurfar drejtimi që po na jep lidhur me problemin e madh që ballafaqohen për disa ditë. Unë i ftoj gjithë deputetët që ta konstituojnë një kohë më parë Kuvendin edhe të kalojmë me një herë, ndoshta punën e parë që do duhej ta bëjnë Kuvend ta thrasin zërin në raportim edhe të jetë publik raportimi edhe na mujna me ftu në raportim sa dojmë. Sepse pastaj dalin masat me hit qeverisë. Do të suporti me shku për ta, do të subvencioni me shku për ta, do të me pas ndërhyrje për me mujt me parandalu ato që po i dim kreditve që kanë në 70 euro 269 Mas pari pa e di. Me i bë resurse tamam, me ditë që i kena 19 kompani që shesin rrym, jo veç një ana që këta me mujt veç të një ana me ble, pra do të më ndërtu infrastruktura. Bizneset janë të thonë. Nuk jena gati me hin këtë proces. Pa i letë të e dibra që 2015 Po në momentin kur thot biznesi, kur thonë operatorët që jena gati me hin këtë proces, do të me pas një vendim i cili shtyn, ose të paktën e mbulon që të hapësirë. Po kërkush nuk e ka bën këto të madhe kur është bën ai ligj në 2015. Prandaj un po them që Kuvendi, parlamenti është adresa ku do duhet të bëjnë gjitha çtu. Edhe të merr obligim pastaj edhe qeveria nëse ka nevojë për subvencionim apo ndaj mos tjetër, cilën unë po vjen që 5-6 muaj kjo. O di që po vjen, nuk është puna e çtoshit. Veç na jemi që 3 muaj që janë kryes zgjedhje, domethënë na nuk është që nuk e kemi. Edhe janarit o di që po hen Kosova në treg. Sepse zëreja vendosja i ka fituar zgjedhjet. O ditë që është duhet me marrë këtë. Po fitet këtë mandat. Prej 2015 është ligji. Po folëm që ka pas edhe krizë. Po folëm që keni pas shumicën keni mujt me ndru ligjin. Po flasëm për një sistem, që të ligjin për energjinë, i cili përcakton edhe këto tarifat, elemente tjera. Po folëm që kena mujt me shtyllë për një vjet këtë proces. Nuk jam një si i mirë i kësaj fushë. Problemi që unë thash, është kryeministri i vendit.
zgjidhja është konstituimi i parlamentit dhe aty dolin pastaj zgjidhja është e para me dal kryeministri me na kallëzu që shko me zgjidh krizën, nuk ka del. Detyra është për secilin. Kryeministri nuk do të dalë në publik dhe më na kallëzu që shko me zgjidh që krizën e energjisë. Po që shko me trajtuar. Cili është vizioni i tina për mos me na lënë neve me pagu disa herë ma shtrajt për shkak se është marrë një vendim që kam jau shtrajtu rrymën biznesov ose kam jau liru, se këto nuk e din jo, ata dalin të liberalizuar, na shta marrën në Mali, na shta